يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. Shpejtoni që të arrini faljen për Zotit të juaj. Wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Edhe të arrini xhennetin e Allahut subhanahu wa taala, gjërësia e cilit është staqet dhe toka, e që është i përgatitur për ata të cilët janë të devotshëm. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wad-dharra. E të devotshëm janë ata të cilët shpenzojnë pasuri në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Wal kadhimin al ghayz, dhe ata të cilët përmbajnë hidhrimin. Wal afina anin nas, dhe ata të cilët u afalin njerëzve kur gabojnë ndaj tyre. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allahu i don ata të cilët janë të mirë. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Edhe ata të cilët kur bojnë ndonjë të keqe, ndonjë gabim, ose i bojnë padrejtësi vetes së tyre, e përmendin Allahun subhanahu wa taala dhe kërkojnë falje për gabimet e tyre. Wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah, e kush i fal gjunoat përveç se Allahu subhanahu wa taala. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون, dhe nuk kthehen as nuk ngulin kom në gabimet e tyre, edhe ata e din se Allah subhanahu wa taala i fal gabimet dhe e din për vete se janë gabimtar. Ulaika jazauhum maghfiratun min rabbihim, të tillëve shpërblimin Allah subhanahu wa taala do t'u jap, wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dhe do t'i qënë në gjennetin në të cilët rrjedhin lumenj, khalidin e fiha, aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Wa ni'ma ajrul amilin, e kjo është shpërblim shumë i madh për ata të cilët kanë punuar vepra të mira. Wa sari'u ila maghfira, shpejtoni në falje, shpejtoni tek falja Allahu subhanahu wa taala, shpejtoni me pendim, shpejtoni duke hyrë në Islam për ata të cilët nuk janë Islam, shpejtoni duke bë vepra të mira për ata të cilët janë besimtar, dhe sa më afër Allahu subhanahu wa taala, sa më afër kryerjes së obligimeve, sa më larg ndalesave, robi është më afër faljes së Allahut subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, shpejtoni për me fitu faljen e Allahut subhanahu wa taala. Falja e Allahut subhanahu wa taala fitohet normal me besim, fillim, për shkak se kush nuk ka besim, nuk ka iman, nuk e përfshin falja e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj kush ka besim, ka iman, me veprimin e veprave të mira, e arrin më shpejt faljen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe me largimin nga gjunat, e arrin më shpejt faljen e Allahut. Sahabiu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke lexuar këtë ajet, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, shpejtoni për të falja Allahut, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, dhe tek xheneti gjërësia e cilët është saqeta e toka, uiddat lil muttaqin, që është i përgatitur për të devotshmit, ka qenë duke hurme. Dhe ka menduar me vete se është kohë e largët derisa të kryejë këto hurme.
e ka lanë hurmet, i ka nxjerr pigoj ato që ka qenë të i hangër, dhe i ka lëshuar për dorë ato cilat i ka pas në dorë, për me shpejtua më shpejt në ballafaqim me mushrikt, edhe me mri shpërblimin faljen e Allahut subhanahu wa taala. Edhe me mri e xhennetin, ardhuha as-samawati wal ard, gjerësia të cilit është sa gjerësia e qiejve dhe tokës së bashku. Vetëm gjerësia e xhennetit është sa gjerësia e qiejve, 7 qiejve, dhe gjerësia e tokës. Kurse gjatësinë nuk e di kush përveç Allahut subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin, është i përgatitur për ata të cilët janë të devotshëm. Edhe në ajetet e kaluara pam për xhenemin, uiddat lil kafirin, është i përgatitur për ata të cilët janë pabesimtarë. Xheneti uiddat lil muttaqin, është i përgatitur, është i marum, është i krijuar për ata të cilët janë të devotshëm. Dhe për dallim, në xhenem përkohësisht mund me hije edhe besimtarët, kurse në xhenet përkohësisht nuk mund me hije besimtarët. Në xhenet hynë vetëm ata të cilët janë besimtarë, dhe kushdo që hyn në xhenet një herë nuk del për xheneti më kurrë. Në xhenem është i marum, i krijuar për pabesimtarët, por në të mundën me hyrë edhe besimtarët, por përkohësisht, se për gjithmonë askush për besimtarëve nuk jetë në xhenem, përkohësisht dhe pasi që hyjet në xhenem ka mundësi me dalë, kurse pasi që hyjet në xhenet nuk ditet më prej tij. Alladhina yunfiquna fi s-sarra'i wa d-dharra, të devotshëm, xheneti që është përgatitur për të devotshmit, dhe në ajetet në vazhdim, Allah subhanahu wa taala i përmend disa prej cilësive të devotshmëve. Prej tyre janë ata të cilët shpenzojnë në mirësi e në begati, edhe në vështirësi, edhe në çdo gjendje, edhe haptas, edhe fshehtas, japin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala aty ku ka nevojë. Kjo është një prej shenjave të njerëzve të devotshëm. Një prej shenjave të njerëzve të devotshëm, për të cilët është krijuar xheneti, është shpenzimi, dhomja e pasurisë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, për gjithçka që kanë nevojë besimtarët. Wal kadhimin al-ghayz, cilësi tjetër është përmbajtja e hidhrimit. Për shkak se në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej shenjave të munafikut ka përmend që kur hidhrohet shpërthen, nuk është i përmbajtur. Wal afina anin nas, cilësi tjetër e besimtarëve për të cilët është përgatit xheneti është falja ndaj njerëzve, falja ndaj muslimanëve kur ata gabojnë ndaj teje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thonë besimtari më i mirë është ai i cili rri me besimtarët, shoqërohet me besimtarët e tjerë, edhe i bart shqetësimet ose gabimet që ata i bojnë ndaj tij. Se nuk është zgjidhje më u largu prej muslimanëve. Se ai më ka thonë kështu, ai më ka bë këto, ai më ka bë ato, edhe më hiq prej muslimanëve. Nuk bën kështu. Me musliman duhet me nejt, me u shoqëru. Edhe gabimet që her pas here ata i bojnë duhet me bajt. Wal afina anin nas, edhe duhet me u fal njerëzve. Me u fal njerëzve gabimet të cilat i bojnë ndaj teje. Dhe mas shumë të që falë është Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse ne i falmi besimtarët kur gabojnë ndaj neve, shpresojmë që Allahu subhanahu wa ta'ala të na falë neve ne kur gabojmë në atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka urdhëruar ose e ka ndaluar. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu subhanahu wa ta'ala i do ata të cilët janë të mirë, janë njerëz të mirë.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Dhe cilësitë të tjera të besimtarëve për të cilët është krijuar xheneti janë edhe kur ata veprojnë ndonjë gabim ose i bëjnë padrejti vetes së tyre, e përmendin Allahun subhanahu wa taala dhe kërkojnë falje. Ose komenti tjetër, Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët janë të mirë, dhe Allahu subhanahu wa taala i don ata të cilët kur bëjnë gjuna ose i bëjnë padrejti vetes, e përmendin Allahu subhanahu wa taala dhe kërkojnë falje. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Dhe kërkush nuk i fal gjunat përveç Allahu subhanahu wa taala. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dhe nuk ngulin kam besimtarët në mëkate, por e din edhe pendohen e kthehen te Allahu subhanahu wa taala. Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, ata cilët besimtarët cilët kur bëjnë ndonjë gjuna e përmendin Allahu subhanahu wa taala, prej formave më të mira të pendimit është para pendimit me marr abdes, me fal 2 rekate namaz, e që është përmendja Allahu subhanahu wa taala, pastaj me kërku falje te Allahu subhanahu wa taala për gjunat. O me yaghfiru dhunuba ila Allah, dhe kërkush si fal gjunat përveç Allahut. Kret tjera që në rejna, shko atina, thuj atina, s'ti fal kërkush gjunat ish, veç Allahu subhanahu wa taala. Edhe nuk duhet me ngulkom mëkat, për shkak se ai që ngulkom mëkat i përngjason iblisit, i cili e ka kundërshtuar Allahu subhanahu wa taala, pastaj ka ngulkom mëkat dhe nuk është penduar. Dhe besimtarët e din gabimin e tyre dhe e din se Allahu subhanahu wa taala është i vetmi ai që i fal gjunat. Ulaike jazaohum maghfiratun min rabbihim. Kushdo që i ka këtë cilësi, pra kushdo që shpenzon rrugën e Allahut, e përmban hidhrimin, u afal njerëzve gabimet, pendohet pasi që ka bërë gjunohe, e përmend Allahu subhanahu wa taala, e din që kërkosh nuk i fal gjunohet përveç Allahut, nuk ngul kom gjunohe, atyre Allahu subhanahu wa taala ka me avdhon shpërbimin edhe ka me afal gjunohet, dhe ka me shtin xhenetin të cilët rrjedhin lumej. Aty kanë me qëndruar për gjithmonë, dhe kjo është shpërbimi madhështor për ata të cilët veprojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.